Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu ka deklaruar se me shtimin e buxhetit për mbrojtjen si pjesë e një marrëveshjeje të dakordsuar me Aleancën e NATO-s, do të shkojë drejt prodhimit të dronëve ushtarak. Ai tha se vendi ymë është në negociata me vende si Izraeli, Turqia dhe Emiratet e Bashkuara. Vëngu nënvizoi se janë hapur 9 negociata ku vetëm 2 prej tyre janë përfunduar. Ne duam që të sigurojmë që shpenzimet në blerje armatimi i shpenzojmë që ai të prodhohet në vendin tonë dhe këto të kthehen në investime për vlerë të shtuar në vendin tonë. Do prodhojmë mjete të blinduara për riedzëzimin e industrisë ushtarake. Kemi 9 negociata në proces, 2 janë përfunduar me sukses sa i përket mjeteve ushtarake dhe kemi një negociat të përmbyllur për uniforma. Kemi negociat në proces për municion të kalibrit të vogël dhe të mesëm, po ashtu jemi në negociat me prodhimin e dronëve ushtarak në Shqipëri. Ministri tha se do të ketë një dyfishim të buxhetit të mbrojtjes. Teksa komentoi dhe samitin e NATO-s në Hag, ai tha se presidenti i SBA, Donald Trump, rikonfirmoi nenin 5 të NATO-s, i cili thotë se kur një vend i NATO sulmohet, atëherë futen në luftë edhe vendet e tjera.